dhe cilat janë pritjet e këtij subjekti për zgjedhjet e 28 dhjetorit? Mu me thonë drejtën, që atë kësaj periudhe na kemi bu publike që ku kemi shprehë dhe interesimin që në zgjedhjet e 28 dhjetorit jemi të interesuar që të ngarojmë me koalicion bashkë me njërin prej partive parlamentare, por shkak që rezultati i zgjedhjeve të kaluara na obligon për me shku drejt një koalicionit parazgjedhor, në mënyrë që edhe ta konkretizojmë angazhimin ton politik me përfaqësim edhe në kuvend. Dhe në basë kësaj kem pas takime, diskutime me gjitha subjektet politike, diskutime ma të gjata kemi pas me Partinë Demokratike dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, mirë, po përfundimisht kemi vendosur që rrugtimin ton ta vazhdojmë edhe në bashkëpunim me Partinë Demokratike të Kosovës, ku besoj që kanë qenë shumë faktorë të kanë ndiku në që ne të vendosim që këtë rrugtim në këto zgjedhjet jemi në koalicion bashkë me Partinë Demokratike të Kosovës. Një organizim, po flas që ka fillu edhe me jep pak edhe një mobilizim ma gjithë përfshirës, është edhe vetë zgjedhja e Bedri Hamzës, si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ku historiku i tij na tregon që është një figurë unifikuese, sidomos në këtë periudhë ku Kosova është edhe në këtë gjendje çfarë ka ardhur, këtë polarizim të shoqërisë, edhe përçamje që është fut kryesisht me tentativë prej pushtetit, vendi ka nevojë që të ketë unifikim të përgjithshëm për të mirën e qytetarëve dhe për të mirën e vendit, por edhe angazhime të mëhershme të cilat i kemi pas, sidomos edhe rreth kauzës tonë, tu fillu prej kodit civil, ligjit për gjendje civile, shumë tjera, ka pas deputet nga ana e Partisë Demokratike të Kosovës që i kanë mbështetur iniciativat tona, edhe për gjatë 4 viteve në kuvendin e Republikës Kosovës, por mbi të gjitha është edhe dakordimi mbi parimet e qeverisjes për të ardhmen me Partinë Demokratike të Kosovës, për shkak i falenderoj për konstruktivitetin edhe për gatishmërinë për me bashkë qeverisë edhe me bashkë rrugtu në këto 4 vite të ardhshme si bashkëpunëtor, konstruktiv edhe një diçka që besoj do t'japim edhe vlerë edhe profesionalizëm edhe dobi shoqënisë edhe vendit tonë.